Kryetar, faleminderit që je prezent me neve sonde në studion e emisionit Sportfolio. Është kënaqësi me të pas në studion tonë. Është kënaqësi edhe ime, na jam faleminderit për ftesën. Shku në pyetje tjera, normalisht një nga çështjet që na intereson më shumë ti në këtë moment është ku jemi me lojrat mesdhetare. Është besoj një nga projektet më të rëndësishme që e kemi në Kosovë. Sa i përket sportit, po ndoshta edhe prej aktivitete tjera, është një prej aktiviteteve më të rëndësishme dhe më historike për Kosovën, po ndoshta edhe mbar shqiptarinë, themi kështu, meqense një prej sporteve mbahet edhe në Shqipëri, në Durrës të Shqipërisë, kështu që është një interes mbar kombëtar. Siç e dim tashmë procedura ka mbetë në gjykatën kushtetuese, sepse është votuar ligji, mirë po ligji ka shkuar në kushtetut, kështu që ne si Komiteti Olimpik jemi duke pritur që sa më shpejt është e mundur që ai ligj të kthehet pozitivisht edhe të vazhdojmë me krijimin e Komitetit Organizativ të Lojrave Mesdhetare që është i detyruar nga ICMG. Cilat kanë qenë arsyet që kanë është vendosur të punë në gjykatë? Po unë mendoj që nuk ka qenë arsye lojrat absolutikisht lojrat mesdhetare, mirë po siç kam njohuri edhe ato që kemi parë në televizion, ka shku si paket, ashtu që ka qenë atë paket edhe ligji për lojra mesdhetare, që besoj që kërkush normal nuk është kundër lojra mesdhetare, mirë po kjo ka ndodhur dhe tash jemi duke pritur nga kushtetuta që sa më shpejt të merr masa. Nëse ndalim edhe mendojmë sa jemi vonë me kohë tash. Është 2025, 2030 në planifikuara. Jemi shumë me kohë vonë, unë kam thënë edhe shumë herë, jemi në dritën e kuqe, do të thotë që besoj që duhet të marrim masa, jo vetëm Komiteti Olimpik që po bën punën maksimalisht që t'i mbajmë këto lojra, sepse nuk është lehtë. Kemi normal presion edhe nga Komiteti i Lojrave Mesdhetare, cilët na dërgojnë maila dhe na thrasin, edhe ata janë të shqetësuar pse nuk performohet Komiteti Organizativ, sepse është obligative të formohet Këshilli Komiteti Organizativ, që përbën 13 anëtarë, që në të Komitet Organizativ janë Komiteti Olimpik i Kosovës, Ministria për Kulturën e Sport, Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Prishtinës. Ma shkurt krejt akterët kryesor. Krejt akterë kryesor janë në atë Komitet Organizativ dhe ky Komitet Organizativ edhe merr vendime për ecjen e më tutshme të përgatitur për lojrat mesdhetare 2030. Tash e kemi edhe një problem tjetër, e kemi mos formimin e kuvendit, mos formimin e qeverisë. A ndikon edhe kjo në proces tash? Marrjen e vendimeve. Pa dyshim që ndikon, ne jemi shumë shqetësuar si Komiteti i Sportit, si Komiteti Olimpik për mos formimin e qeverisë, sepse kjo ndikon ndikon në vonesat e mëtutjeshme. Shpresoj dashur që sa më shpejt rregullohet kjo çështje, sepse ne nuk jemi ata të cilët kemi dëshira apo nuk dojmë të ndërhyjmë në politikë, sepse ne i përkasim sportit, mirë po kjo definitivisht ndikon në vonesat e mëtutjeshme, kështu që është shqetësuese, padyshim. Duke e marrë parasysh urgjencën që është e nevojshme në këtë rast, a keni arrit me kontaktu me pjesën e politikës me i shpreh shqetësimet e vonesave sa i përket këtij organizimi? Meqense ka qenë tash fushata zgjedhore, dhe ne si sport duhet të tërheqemi nga gjitha kontaktet me politikanët të cilët janë në fushatë zgjedhore. Kjo është rregull nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Mirë po padyshim tashmë kemi komunikuar edhe me Ministrinë për Kulturën e Sport. Të gjithë po presin ashtu sikur edhe ne. Ne si Komitet Olimpik kemi dërguar tashmë 2 emaila për të gjykatës kushtetuese dhe kemi kërkuar që sipas mundësive sa më shpejt të shqyrtohet rasti të paktën lojrave mesdhetare dhe të na japet një vije gjelbër të vazhdojmë me procedurat më të tutjeshme. Ju personalisht, a besoni që nga ky moment a mund të jemi gati për lojrat mesdhetare? Nëse nuk vanohemi mas një ditë, ndoshta muaj është larg, mund të arrijmë, jemi vonë, po mund të arrijmë. Do duhet përpjekje hala më e madhe. Ma komod kemi qenë më herët, po mirë po tash duhet që thojmë të dhezëm më shumë motorat, punojmë edhe më shumë. S'kemi pas nevojë të kryjmë me stres, mirë po padyshim që ne duhet m'ia dalë. Kemi obligim, jo vetëm si Komitet Olimpik, mirë po si komp, kemi obligim, jo vetëm moral, se padyshim moral, po edhe kombëtar që këto lojra të jenë të organizuara dhe të përfundojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Sepse më falë, ne jemi shteti i ri, edhe syti kanë krejtë ne,
edhe ky do të jetë një impakt shumë i madh për Kosovën me këto lojra mesdhetare. Kjo është test i madh. Është test i madh. Edhe kështu që nëse mos dash zoti me dështu këtë lojra, sepse është e keqe e sportit përgjithësi, jo vetëm Komiteti Olimpik i Kosovës, po shtetet dhe gjitha sportet e tjera. Do të thotë tregojmë jo seriozitet. Është edhe një element tjetër këtu. Brenda kësaj periudhës 2025-2030 është një lloj afati kur bëhet testimi i infrastrukturës, me sa kam kuptuar. Para se me vazhdu me lojrat mesdhetare. A ka afat për sa duhet të jetë, sa kemi afat që infrastruktura të jetë gati? Minimum parashihet 1 vjet para lojrave mesdhetare, para fillimit të lojrave të jenë infrastruktura të jetë e kryer. Që do të thotë 4 vjet i kemi në dispozicion. 4 vjet, 2029 duhet të jenë të përfunduara. Edhe 2029 ne planifikojmë të bëjmë një test event, të marrim një kampionat evropian apo botror, dhe të zhvillojmë atë sport në Kosovë dhe të shohim se si po funksionojnë ato sallat e reja sa do të ndërtohen. Edhe nikosisht ajo duhet me qenë vëzhgim padyshim. Ndërkombëtar. Ashtu siç është komiteti organizativ që duhet formohet komiteti organizativ lojra mesdhetare në Kosovë, njëjtë është edhe një komision i veçantë i ICMG-s, që është i formuar nga disa shtete të lojra mesdhetare, të 3 kontinenteve, edhe ata gjatë gjithë kohës do të jenë në kontroll, inspektim të punëve, të vendimeve, statutit, të gjitha gjërat të cilat janë përputhje me marrëveshjen që kemi bërë. Në rast se nuk mrrim me kohë, me rregullu infrastrukturën edhe me organizu lojrat mesdhetare, cili është skenari më i keq? Duhet me ditë besoj edhe njerëzit që na ndjekin. Nuk përdojmë me shpresu nga pjesë. Nuk më thonë që presim ne 2029-ën, kjo dihet shumë shpejt. Sepse nëse nuk fillojmë me masa shumë shpejt atash, të rregullojmë çështjet brendshme këtu në Kosovë, atëherë normal që rreziku shumë i madh që ti merr një shtet tjetër. Padyshim, sepse nuk rrezikojnë ata që ne më naprit edhe 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, hajde se i bëjmë 2029-ën. Na e dim çfarë do të thotë infrastruktura sportive. Nuk mund të bëni paleta sportive brenda ditës. Sa dush me pas me jetë edhe buxhet. Plus ka sporte specifike si atletika. Është një kohë që merr, sidomos projekti, se asnjë arkitekt nuk mund brenda natës me bëni projekt të ndonjë palestra apo fusha apo pa parasysh çka është e nevojshme. Ajo do të kohë, mandej tenderat, mandej fillimi i punimeve, mbarimi, këto sa ne marrin kohë. Nuk kemi nevojë të rrezikojmë. Qëllimi pse ne si Komiteti Olimpik e kemi bërë mas temin ndoshta nuk ka ndodhur më herët që të mirën lojrat mesdhetare 7 vjet përpara. Ne kemi marrë shumë më herët, vetëm për arsye që Kosova ka nevojë për ndërtim të fushave të ndryshme, të terreneve të ndryshme dhe të jemi më komod. Që mos të ngarkojmë edhe shtetin tonë. Plus asaj, pa pas qasje në det, nuk e kishim marrë këtë drejt besoj. Padyshim. Pasi edhe quhen lojrat mesdhetare. Padyshim. Këtu shihet sa Jo, lojrat mesdhetare, më herët statuti i Komitetit Lojrave Mesdhetare ka thënë që shtetet sa nuk kanë dalje në det, nuk kanë drejt të marrë organizim të lojrave mesdhetare. Edhe deri më tash s'ka marrë asnjë shtet. Pikërisht. E Kosova është e para që ka thyer këtë barrierë, e kjo ka qenë lobimi jon, futja e ndryshimit të amandamentit në statutin e lojrave mesdhetare, Komitetit Lojrave Mesdhetare, ku tash statuti ndryshon. Edhe thotë që edhe shtetet që nuk kanë dalje në det, kanë drejt të marrin e lojra mesdhetare, organizim lojra mesdhetare, me marrëveshje me një shtetin që ka fqin, që ka deti, për lojrat e lundrimit. Fati jonë i mirë, kemi Shqipërinë, pikërisht të dashna me dalë. Çush keni marrëdhëniet me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar? Nuk diskutohen marrëdhëniet me Komitetin Olimpik Shqiptar, ne jemi vëllezër dhe kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme, jashtëzakonisht mira dhe këto do të vazhdojnë gjithmonë. Me sa e pash, futbolli hiqet prej lojrave mesdhetare, është inkuadru futsalli. Në çfarë disiplina po planifikohet me marrë pjesë Kosova në garat ekipore kam fjalën? Në futsal e ke fjalën? Jo, edhe sporte tjera. Futsal është handball, volleyball, basketball 3x3. Perfekt. Ne kemi pasur një takim tash së fundi me ekipet, domethënë me federatat ekipore, si është basketbolli, futbolli edhe handbolli edhe futsalli. Sepse së bashku me Ministrinë për Kulturën dhe Sport kemi bërë një marrëveshje që të bëjmë një plan strategjik. Në fakt, t'i kërkojmë edhe nga federatat ekipore që të na binë një plan të tyre strategjik se si mund t'i zhvillojnë federatat ekipore që të kemi suksese sa më të mira në lojrat mesdhetare. Aseve që edhe kemi organizimin. Patjetër. Po ndëgja, përveç organizimit, që është shumë e rëndësishme të jemi shembullor,
ne duhet të tregojmë vetëm në paraqitje dhe në rezultate, sepse është shans ideale që të marrin sa më shumë medale, sepse në Kosovë jemi edhe kemi forcën e tifozëve tanë, të cilët të jenë për palestra, edhe përkrahjen nga tifozët shtyn moralin shumë te lojtarët, edhe ndoshta 2 herë më shumë punon sportistë dhe ka vullnet edhe motiv shumë më shumë, sepse ka dhe familjarët e vet aty, ka shokë, miq, qytetarët e Kosovës, edhe normal që jep maksimumin, sepse kjo ka ndodhur në Algjeri. Po, Algjeria ka qenë jo një shtet që ka pas suksese të mëdha, mirë po në lojrat mesatare 2022 kur kanë Algjeri, ata kanë vendi i dytë për gjitha shtetet që më shumë të medale kanë marrë. Do të thotë sukses i jashtëzakonshëm, mirë po publiku ka qenë jashtëzakonisht. Krejt nënën e tyre. Jashtëzakonisht ka qenë padyshim nënën e tyre, mirë po ja vlen theksohet në Algjeri përveç që nuk ka pas vend brenda me hi, domethënë asnjë njeri më, besoni që edhe jashtë stadionit kanë pas njerëz të kthyer stadioni kishin për jashtit. Edhe pretëshin nëse lirohet ndonjë vend, më fut një brenda. Do me mia njerëz jashtë pretëshin, nuk kishin ku më hi brenda. Çfarë interesim i madh për mi pa lojrat. Ka qenë jashtëzakonisht befasi për neve, se në Evropë ka ra pak shkushpëria, sepse njerëz me biznise, me punë, me sene, mi po atje ka qenë jashtëzakonisht interesante. Po e lojmë këtë pjesën negative, po shpresoj që ajo çfarë supozohet nuk do të ndodhë dhe shkojnë punimet tamam që duhet edhe vazhdon mbarvajtja me lojrat mesatare, po dalim në pjesën tjetër. Judo edhe si vjet suksesshëm në umbrellën e Komitetit Olimpik të Kosovës. Çu e vlerësoni judistët e Kosovës përgjithësi? Ka vazhduar distria me kampionatin evropian. Çka me vlerësu për rezultatet tregojnë vet. Është një federat që ka punu shumë, sidomos ditën Kuka. Edhe rezultatet e tyre jo vetëm ne që vlerësojmë, mirë po i vlerëson gjithë Evropa dhe gjithë bota. E mastem edhe shteti Japonisë që vlerëson shumë judistat tonë, sepse shteti Japonisë është edhe shteti i cili e ka kriju këtë sport. Kur ata e vlerësojnë në mënyrë më të mirë, çka kemi folë ne për judon, judo është na bokrenar, edhe çka është më e mira te judo është duke tregu gjithë një edhe më shumë talent të ri. Do të thotë po prodhon talent të ri. E kjo është më e rëndësishmja, sepse ne mundna me pas një sukses shembull kemi pas me Malin edhe me Mshel, kapitull me mbyll ciklin. Judo ka treguar një seriozitet shumë të madh, edhe një strategji afatgjate, ku mas Malinës e patën Norën, Distrin, Laurën më në fund, edhe Akili mas të në vend i parë i 5 në lojrat olimpike, e shumë arritje evropiane e botërore, edhe sportistët tjerë të ri, kështu që kjo është suksesi më i madh. Kjo duhet vlerësohet, sepse një rezultat mund me arë një herë, edhe mandej mbyllës si kapitull. Mirë po, kjo që judo e ka bo është një bazë shumë e madhe, një themel i madh i judos në Kosovë, edhe kjo do të vazhdoj edhe më tutje. Së fundmi tash e keni prit edhe karaten, Betim Aliqi arritit bronzën, po ashtu edhe vajzat Fortesa Orana, Vlera Qerimi dhe Behije Mustafa arritën bronzën në ekipore. Në përgjithësi në sport luftarak jemi shumë të mirë. Ndoshta mangësia e karates, edhe pse ka rezultate të jashtëzakonshme, është pse nuk është sport olimpik. E kjo ndoshta muj me thonë që ndoshta ul pak motiven e sportistëve, normal është, sepse po t'jeshte sport olimpik, interesimi do t'jeshte 5 herë më shumë, sepse e dim kohën kur ka qenë në Tokyo si sport olimpik, çfarë konkurrencë ka qenë jashtëzakonisht e madhe, shumë sportista për sporte ndryshme luftarak janë kthyer karate, kanë vazhduar me karate, kështu që po ne shpresojmë që në të ardhmen të shpejt, ndoshta jo në Los Angeles, mirë po në Brisbane të Australisë do të jetë edhe sport olimpik. Mandej kemi edhe boksin, kemi edhe mundjen, gjitha ato sportet luftarake, ndoshta edhe kemi pak edhe në gjene sport luftarake, po na bojnë krenar edhe gjithmonë jemi kandidat për medalje në këto sporte. Pse mbetemi me sportet ekipore më mbrapa? Interesant është kjo. Individualisht mundemi me qenë shumë mirë, po në sporte ekipore është shumë e thjeshtë kjo. Nuk është që nuk kemi talenta, sepse Kosova është një talent, prodhon shumë talent të mëdha edhe në ekipore, sidomos futboll. Ku të vun tashmë salutari kemi nëpër këtë botën, nëpër këtë Evropën, nëpër klube të ndryshme, gjithmonë një shqiptar është i Kosovës apo i Shqipërisë, po shumica Kosovës. Mirë po sporti ekipor është shumë sport i shtrejtë, edhe federatat nuk kanë mundësi me zhvillu më shumë. Kjo është maksimum që më dhënë në këtë moment. Mirë po nëse bëjnë një plan strategjik më të thellë,
edhe sporti ekipore shkon një financim i veçantë për ta, sepse është sport i shtetit, kuptohet, atëherë nuk besoj që do të munguar rezultatet. Një klub i thjeshtë i Evropës, ndoshta e ka buxhetin më të madh se sa mëson krejt sportin në Kosovë, apo krejt klubet e Kosovës në futboll, kështu që kjo është një krahasim. Kanë mundësi, investojnë në përgatitje ndryshme, marrin trajnerët më shtaj që ekzistojnë, blejnë lojtarë të cilët i motivojnë një tjetrin. Edhe ti automatikisht bjen pe konkurrencës. Automatikisht bjen pe konkurrencës. Ne sa mbaz buxhetit që kemi, jemi, themi, ndoshta më të mirë në botën e Evropë, në bazë buxhetit që kemi. Se me këtë buxhet që kemi ne, është problema pa suksesi. Deshta më ndal pak te programi Supersportistët. Sa ka qenë produktiv deri tash? Ky është vetëm fillimi, po unë nuk dyshoj që s'ka pas sukses, sepse e dim që kryetari i këtij komisioni është pikërisht drejton Kuka, që ka besu kjo pozitë edhe me plot merit, sepse ai ka ditë me bë edhe domethënë medalist evropian botror, po edhe olimpik, edhe nuk besoj që ai nuk të ketë sukses edhe me këtë rast. Kjo është fillim, si thash, na duhet më shumë kohë, kjo është një program 4 vjeçar, edhe suksesi vjen më vonë. Unë shpresoj shumë që suksesi do të ketë. Po ashtu keni kushtuar shumë vëmendje edhe pjesës së shpresave olimpike. Po padyshim Komiteti Olimpik gjithmonë i ka në sy, themi, në fokus shpresat olimpike, sepse ata janë të cilët do të vinë, do të jenë seniorë dhe na prezantojnë Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme, mirë po kemi edhe bursa olimpike, që Komiteti Olimpik tashmë i ka rrit numrin që 4 vjet e parë kemi shku 76 dikon bursisa që kemi dhënë, mirë po duhet të cekë që për herë të parë Komiteti Olimpik Kosovës ka vendosur që përveç shpresave olimpike, bursistave olimpik ti fut në bursa edhe trajnerët e suksesshëm. Sepse gjithmonë kemi menduar që rezultatin i garuesi vjen pikërisht prej trajnerit, këtë kemi shembull me judo, me boks, me gjitha sportet tjera. Kështu që trajnerët që kanë medale olimpike padyshim, mirë po edhe evropiane, mesdhetare, evropiane, botrore, olimpike, ata automatikisht futen listën e njëjtë. Gjithmonë. E dosh zoti inshallah 100 bëhet, se sa më shumë që të bëhen, ne do të gjejmë fond edhe do t'i fusim në bursat gjithë trajnerët. Se sa më shumë të kemi kësi rezultate, do të thotë Kosova do të ngrihet edhe më shumë. Jeni zgjedhë mandatin tjetër në krye të Komitetit Olimpik të Kosovës, po një veprim ka lënë për shtypje, zgjedhja e Besim Hasanit si president nderi në Komitetin Olimpik të Kosovës, njeriu me të cilin keni garuar edhe në mandatin e parë për pozitën e kryetarit të Kokut. Jo çdo kush e bën këtë veprim. Pse vendoset kështu? Këtë kam pas në mendje prej fillimit. Mirë po disa e curin në fillim nuk kanë ecë ashtu që shku menduone, mirë po gjitha ato probleme tash janë stabilizu. Unë mendoj që Besim Hasani meriton pikërisht këtë pozitë, sepse ka qenë një njeri që ka punu shumë lëvizje olimpike në kohë më të vështirë, do të 26 vjet një njeri me najtë në lëvizje olimpike edhe me kontribu, padyshim që meriton të jetë edhe kryetar nderi. Edhe unë jam krenar që ka Besim Hasani kryetar nderi, në bashkëpunimi kemi jashtëzakonshëm tash, është kyçur me janë në disa komisione, në aktivitete, edhe tash e kam krahë fort në lëvizjen olimpike, padyshim. Edhe kjo më bën burrë sepse unë Nikosisht edhe më të fortë. Komitetin Olimpik nuk e kam marr as me inati. Jo, po ideja që këto shembuj nuk shihen të na. Kur dikush futet në rivalitet për një pozitë, nuk është që krijon pastaj raporte mi besu një pozitë tjetër të njëjtit person. Po kjo është punë që tregohet edhe nuk besoj që kush nuk ka qëllim që të dëmtoj sportin, mirë po të jep ato që ka mundet për vetvetes edhe prej asaj që ka din. Besim Hasani një prej atyre që ka kalu shumë sport, edhe unë e di që mund me dhënë shumë edhe ka me dhënë shumë. Zbashku me ne kemi shpërndar gjitha detyrat, obligimet, kjo është puna më e mirë që bëjmë në grup. Unë në fillim pa ta thonë edhe para 5 vjetë kur unë për herë të parë kryetari i Komitetit Olimpik Kosovës, më thonë që do t'i shpërndajmë detyrat, edhe secili do të merr obligimet e veta, jo të punojmë individualisht, po të punojmë grupe, të punojmë së bashku, edhe meritat i shpërndajmë së bashku. Nuk ka këtu merita Ismet Krasniqi, po kemi gjithë merita. Sakt. Punohet për institucion. Kjo është më rëndësi. Unë jam krenar me gjithë që i kam, me bordin që e kam pas 4 vjet, kemi bënë punë jashtëzakonisht mirë, edhe dua të falenderoj gjithë ata që kanë qenë, po shumica e tyre janë edhe pjesë tash mandatit dytë, me disa ndryshime të vogla,
Mirë po besoni që vendimet jashtëzakonisht mira i marrën bord, kur asnjëherë në bordin e Komitetit Olimpik Kosovës s'kemi pas kundërshtime, sepse gjitha vendimet ka qenë në interes sportit. Saktë. Kur janë vendimet në interes sportit, do të thotë që ata e dojnë sportin dhe gjithë kanë qenë pro dhe e kanë përkrah atë propozim timin apo secili që ka qenë. Pas një periudhe gjatë, Tomas Bah tash nuk është në kryet e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, cilat e keni raportet tash? Ne ende jemi takuar me kryetarin e sapo zgjedhur deri në ndokën qershor, fund qershorit mandatin ka ende zoti Tomas Bah. Mirë po neve padyshim që kemi raporte, ti kemi raporte të mira, se s'kemi arsye mos e pas raporte të mira. Ai taku më herët me kryetarin e ri? Jo, nuk kemi takuar, po shumë shpejt të takohemi. Në momentin kur e merr mandatin, mandej edhe me siguri do të na vizitojnë edhe do ta vizitojmë edhe shihemi në për aktivitete të ndryshme. Në jetën publike të shohim, po çysh është Ismet Krasniqi në jetën private? Po jam i njëjtë, nuk ndryshoj. Jam njëri thjesht përveç punës që e bëjnë Komiteti Olimpik, kam edhe biznesin tim të cilin ko pas kohë e vizitoj, sepse jo shumë shpesh, me qenë që jam shumë i zanë me lëvizjen olimpike. Mirë po kjo është jeta, jam familja, mbi të gjitha, shfrytëzoj rastin maksimalisht jem me familje, me qenë se kam shumë aktivitete, shumë punë, shumë angazhime, shumë takime. Momentin e parë që muj me pas të lirë, e shfrytëzoj me familje. Do me thonë filma, seriale s'vin shprehje? Shumë pak, apo hiç ndoshta, përveç këtë sport që përcjelli, sepse normal që më intereson, përndryshe edhe nuk jemi ku. Me muzik, ka qëndron? Si në ka qëndron, ndëgjoj muzikën. Çfarë zhanri, po? Po ne gjenerata e 68-s më shumë e kemi rockën, e kështu që rock muzik më shumë. Edhe krejt për fund kryetar, planet për këtë vit, cilat janë të Komitetit Olimpik Kosovës, ku fokusohet? Po tash e kemi përgatitur për EJOF, shumë shpejt në Maqedoninë e Veriut të organizohet EJOF-i, edhe jemi duke përgatitur për të marrë pjesë me garus tonë, edhe shpresojmë të kemi suksese, sepse jemi afër, shfrytëzimi të kemi më të vogël, edhe të ketë më shumë garus. Kjo është prioritare, mirë po na presin kryesorja është që lojrat mesatare të fillojnë sa më shpejt me punën dhe organizimin e lojrave mesatare. Kjo është prioritet edhe këtë kemi brengë më të madhe për moment. Po padyshim aktivitetet që kemi, tash është edhe java olimpike, po, dita olimpike, shumë aktivitete tjera të cilat do të na përcjellin gjatë këtyre muajve. Faleminderit shumë kryetar që kemi neve sonte. Faleminderit juve Naim, me kënaqësi.